mbasi hedhin për tokë çka kanë në dorë, marrin telefonin edhe shajnë në Facebook që nuk ka pastërti. Këtë do ta zgjidhim me këtë sistem, edhe unë jam shumë i bindur që do jetë një spektakël i vërtet, sepse kemi parë si funksionon aty ku funksionon, përfshirë dhe shkollat që do futen në këtë sistem për të rritur sigurinë në shkollë, dhe e fundit që kam është për Vlorën specifikisht, me që jemi këtu në Vlorë, investimi që po zhvillohet në anën tjetër që shkon drejt radhimës, ju e keni parë që është goxha pozitiv, i vështirë shumë për shkak të gjithë problematikave të hasura, çdo 10 metra me lloj gjërash, por ambicia është që të shkojmë deri poshtë në Orikum dhe të kemi faktikisht një vijë, edhe plus të zhvillojmë Lugomaren dhe në anën tjetër, dhe të kemi një shëtitore që është absolutisht nga më të gjatat në Europë, duke krijuar hapësirë shumë më tepër për zhvillimin. Aeroporti pista, që ishte edhe pjesa më e vështirë për shkak të gjeologjisë, është në përfundim. Besoj që në fund brenda majit do të kemi pistën të përfunduar, po punohet me terminalet, ka pas sa probleme me furnizimet dhe për këtë arsye është zgjatur pak procesi, por gjithsesi edhe aeroporti do të përfundojë dhe pastaj do të kalohet në një nivel tjetër problematikash, sepse fluksi do jetë edhe më i madh. Projekti i Sazanit dhe i Zvërnecit është në proces. Do të kemi shumë sfida, sepse kërkesa për të ardhur në Vlorë, për të investuar në Vlorë është shumë e madhe. Unë e shoh nga kërkesat që kemi nga investitorë shumë të mëdhenj, edhe për shkak të namit madh që bëri investimi që do bëhet në Sazan, ka shumë. Natyrisht që këto kërkesa nuk mund të akomodohen nga ne, sepse janë kërkesa që duhet të akomodohen në bashkëpunim me pronarët, por këto tregojnë që kërkesa për Vlorën do jetë, kjo tregon që nuk keni parë gjë akoma as ju as unë për Vlorën. Vlora do të bëhet shumë shpejt një vend që do të jetë shumë e vështirë të gjesh vend, edhe do të rriten të ardhurat në mënyrë të jashtëzakonshme për shkak të kësaj. Patjetër që impakti i Vlorës është edhe në vendet e tjera. Ne tani me Durrësin kemi një projekt fantastik që më në fund do filloj të realizohet me zgjerimin e plazhit. Pra ajo që po thoshe ti për Zamilin, në Durrës do të zgjerojmë gjithë vijën e plazhit historik me 100 metra. Kështu që do kemi një spostim të jashtëzakonshëm të rërës, edhe të mundësisë për të pasur rërë, edhe do kemi dhe shumë më tërë plazh publik për këtë shkak në Durrës, siç ka qenë se me gjithë. Dhe patjetër që do jetë një magnet i ri për të sjellë më shumë investime. Jemi duke punuar me anin për një tjetër investim shumë të madh në gjirin e Durrësit, paralelisht me portin turistik. Lezhë, që është dukur gjithmonë si provinca e turizmit, në fakt po bëhet një nga qendrat e rëndësishme, sepse edhe aty kemi disa investime vërtet shumë të bukura, qoftë nga sipërmarrës vendas që kanë zhvilluar aktivitetin e tyre në migracion, edhe disa prej tyre janë duke u kthyer për të investuar, qoftë edhe nga investitorë të tjerë. Kështu që na mbetet vetëm Kavaja. Kemi pasur çik probleme primare në Kavaj,
por besoj që do ta kapërcejmë atë traumë edhe besoj që me rrugën e lidhse të Kavajës me Bregdetin, që është një projekt i kryetarit Bashkisë Kavajës, i cili e përshëndes ka ardhur këtu, e pash që ishte pak i turbulluar nga primaret, por besoj që po patjetër me dy gishta gjithmonë, patjetër problemi është që të fusim dhe Kavajën në këtë rrjedhë dhe Fierin, sepse janë dy Kavaja dhe Fieri, po Fieri në krahas më shumë se Kavaja, sepse në Fier historikisht fierakët kanë bërë plazh atje, mirë po gjithmonë janë trajtuar si njerëz që jetojnë në kënet dhe që s'kan plazh, ose që jetojnë mes grurit dhe s'kan plazh. Ndërkohë që Fieri ka një plazh fantastik, edhe Kavaja ka goxha plazh, por gjithmonë quhet plazhi i Durrësit. Kështu që këto dy plazhe janë shumë shpejt në rrugën e futjes në funksion. Aty në plazhin e Kavajës ka disa investime shumë bukura, por nuk mungon lidhja që kryetari Bashkisë ka bërë. Ndërkohë që në Fier kemi një projekt tjetër të jashtëzakonshëm që do ta besoj ta prezantojmë, projekt me kuptohet si përmarrjen private, por edhe me falë dhe shumë punëve që kemi bërë aty për ta pararendur duke ndërtuar infrastrukturën lidhse. Velipoja është në punë edhe në zhvillim. Kështu që për Sarandën nuk kemi çfarë themi, sepse Saranda duhet vetëm të përballojë impaktin, po bëjmë investime të rëndësishme me kryetarin e Bashkisë aty, edhe shëtitoria e Ren Ksamil edhe një sër gjërash të tjera. Kështu që besoj që futjen në BE do ta kemi në momentin e duhur, dhe pastaj mbas futjes në BE, siç kanë treguar rastet e mëparshme të Kroacisë, Slovenisë, të vendeve të tjera, gjithçka dyfishohet. Domethënë vlera e të gjitha investimeve dyfishohet menjëherë. Vlera e pronave dyfishohet dhe fluksi i interesit për të ardhur, për të jetuar, për të punuar, për të përzier këtu me jetën tonë i europianëve rritet në mënyrë të ndjeshme. Kështu që këto ishin pak a shumë gjërat që do thosha unë nga ana ime, edhe ju falenderojmë shumë për praninë dhe falenderoj gjithë kryetarët e bashkive që kanë ardhur këtu për të ndarë me ne këtë moment për sezonin turistik, dhe i garantoj gjithë qytetarët që ky sezon, nga pamja e shqetësimit të tyre të parë që kanë qenë çadrat dhe shezllonët, do të jetë komplet tjetër. Faleminderit. Ja, po dhe me që shiu pushoi që kur i morën fjalën Ermalit, po e jap tani Ermalit që të filloj shiu prap. Urdhro. Nuk kam gjë mbyll, thjesht u thanë gjitha, po ka një eveniment shumë të rëndësishëm që ndodh, në fakt përfshin 3 qytete në gjithë Shqipërinë. Giro i Italisë fillon me Durrësin, Tiranën dhe përfundon në Vlorë në datë 11 maj. Kemi marrë masat, jemi në bashkëpunim plot me gjithë ministritë e përfshira në këtë proces. Është edhe Imara e përfshirë, sepse kalojmë nga lumi i Vlorës, përfundojmë në Imar dhe pastaj zbresim drejt Vlorës. Do të jetë diçka spektakolare, jam i sigurt, përveç faktit pastaj që ne po flasim për turizëm sot, do të ketë një prurje të papar nga jashtë, ata që janë realisht tifozë të mëdhenj të këtij sporti, dhe më kryesorja është që Vlora, Imara dhe gjithë pjesa e jugut do të ndiqet nga 200 vende të botës, live. Kështu që është diçka që ne duhet ta shikojmë me shumë seriozitet, dhe përveç kësaj, dua të shtoj që ne po përmirësojmë edhe infrastrukturën rrugore, që ka të bëjë po me këtë event. Javës që vjen fillon edhe shtrimi i rrugës, me asfaltimi i rrugës nga tuneli deri në Orikum, që është diçka që mezi po e presin edhe gjithë operatorët e turizmit në atë segment, dhe shpresojmë që t'ja dalin gjithë mban. Atë është për durat rokitur dhe fakti që kryeministri ka pas me shumë merak pjesë, kështu që ju falenderoj.